Fituesja e Big Brother VIP5 Selin Bollati ka folur në një studio televizive për aludimet se babai i saj ndodhet në burg. Mungesa e babait të saj në finalen e Big Brother VIP5 është komentuar shumë, por Selin vendosi të përgjigjet sërish, por këtë herë u përball live me një foto. Babi ka qenë shumë optimist për gjendjen time. Kemi folur shkurtimisht çdo ditë nga pak. Babi ndodhet jashtë, jeton dhe vepron jashtë vendit. Gëzon liri të plot. Absolutisht nuk është në burg. Nuk ka ardhur sepse është me probleme dokumentacioni, është në pritje të dokumenteve. Nuk ndodhet në burg, sqaroi Selin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.